Një mega operacion I zhvilluar së fundmi nga policia italiane çoi në zbulimin e një apartamenti të mbushur me 200 kg kokainë dhe I kthyer në laborator. Në pranë nga edhe 22 vjeçari shqiptar Kristian Preni, që mendohet se bënte ruajtjen e ngarkesës për llogarit kartelit. Kristiani u mbrojt para gjyqtarit hetues gjatë masës paraprake duke thënë: "Unë vi nga një familje varfër, u përfshiva në një biznes të keq." Në apartament u gjetën gjithashtu 30.000 euro dhe një armë e vjedhur. Karabinierët gjetën 200 kg kokainë në apartamentin e tij në Tor Vergata në Rom, një sasi që do të kishte vlerën e të paktën 16 milionë eurove në treg. Arrestimi I Kristianit, një 22 vjeçar me origjinë shqiptare, I akuzuar për posedim me qëllim shpërndarjen e narkotikëve, marrjen e mallrave të vjedhur dhe posedimin e paligjshëm të armëve, u vërtetua nga gjyqtari I hetimeve paraprake dhe tani ai ndodhet në burgun e Rebivias. Por 22 vjeçari mbrojti veten. U përfshiva në një situatë keqe sepse familja ime është e varfër, jeton në kushte të dëshpëruara dhe shumë të vështira, I tha ai gjyqtarit. Hetuesit besojnë se ngarkesa I përket një organizate të fuqishme kriminale, për shkak të sasisë së madhe të saj që pas shitjes mund të nxirrte fitime deri në 100 milionë euro. Kur më ndaluan po kthehesha në Shqipëri, shtoi ai. Fjalët e cilit u raportuan nga La Repubblica, është hera e parë që bëj diçka të tillë. Arma nuk është e imja, nuk e kam bler dhe as përdorur kurrë, vjoi ai. Një Beretta 92 e vjedhur dhe 30.000 euro para të gatshme u gjetën gjithashtu në apartament. Jati I tij ishte I alkolizuar dhe nëna e pa punë. Ja se siç raporton gazeta italiane, përshkroi I riu situatën e vështirë familjare që do ta çonte ato të bëje një gurshau për trafikantët e drogës. Kisha qenë në Itali për periudha të shkurtra në të kaluarën, por u transferova në Rom 6 muaj më parë dhe kërkova punë si hidraulik. 22 vjeçari nuk zbuloi asgjë rreth organizatës kriminale. Kristian, për cilin gjyqtari I urdhëroi paraburgim, po mbrohet nga avokatja Dalila Milano. Ne do të apelojmë në gjykatën e apelit për të kërkuar një masë paraprake jo burgosëse, njoftoi ajo. Megjithatë 22 vjeçari nuk ka zbuluar asgjë rreth asaj se kush e punsoi ato ose udhëheqën e organizatës kriminale së cilës I përkiste. I riu u ndalua për një kontroll jashtë shtëpisë së tij në Tor Vergata nga karabinierët, të cilët dyshonin për sjelljen e tij. Ai kishte një shumë të madhe parash në xhep dhe në çantën e shpinës, por ishte I listuar si I papunë. Oficerët më pas vazhduan të kontrollonin shtëpinë në konsultim me zyrën e prokurorit Romës. Pasi u bastisën, oficerët e gjetën vetëm përballë një qendre të vërtet shpërndarje droge e përdorur si bazë logjistike për ruajtjen dhe shpërndarjen e drogës. 191 blloqe kokainë me një peshë totale prej 200 kg-sh ishin fshehur në cepa të ndryshëm të shtëpisë. Një shenjë e veçantë identifikimi shënonte llojet e ndryshme të narkotikëve, gati për t'u hedhur në treg. Pakot ishin me logo të caktuara për celulat që e kishin porositur apo ku do të shpërndahej. 22 vjeçari gjithashtu shmangu zbulimin gjatë transportimit ngarkesave të drogës fal një mekanizmi të sofistikuar. Ai e kishte pajisur makinën e tij me një fund të rrem që hapej duke futur një kod në një tastier dhe duke rrotulluar çelësin e ndezjes.